Një alamet kohe kemi sot. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Unë quaj Majlinda, për ju që po më shikoni për herë të parë. Dhe kjo zhurmë është fëmiu im që po bën boks me ca jastigje. Nëse ju duket shumë, nuk e di sa dëgjohet këtu. Injorojeni rëmujen brapa me rroba me gjëra. Ne jemi bërë gati që të shkojmë tek Richmond Mayfair, që është sot. Do jenë edhe ata të shkollës tonë aty që bëjnë shesin gjëra të ndryshme për ngritur fonde për tematikat ndryshme të shkollës, edhe gjithashtu do performojnë kori. Nuk e din çfarë ore fillon, po meqense unë sot kam seancën e lazerit dhe është po atje. Është 2 minuta larg, kështu që thash po shkojmë. Shikojmë ç'a bëhet, takojmë dhe ato të shkollës, edhe shikojmë si do jetë, që edhe fëmijët të hanë një gjë, pastaj do I marr me vete te lazeri, do rinë duke parë iPad dhe telefon, se 20 minuta është. Edhe mbase do vita ajo shoqja ime. Tani është shumë diell, duket koha shumë e mirë, po që jashtë do jetë pak freskët. Anyway, do marr një kështu xhaket nga sipër, edhe kam veshur këtë. Duket se e kam marrë nga Shein, nuk mbaj mend me thënë të drejtën, sepse janë set, është fundi. Edhe ky jeleku. Edhe dera e banjos që nga hapur nga mbrapa, por I kam hapur gjitha që të ajrosen. Nese, tani do dalim ne, por do ta shkëpuz videon këtu që të shikoni një unboxing që unë kam bërë, edhe t'ju flas pak pastaj. Jam ulur këtu edhe po hap një pako që më ka ardhur nga She Said Yes. Unë kam bashkëpunuar me She Said Yes edhe kohë më përpara. Këtë fushatën ata e bënin për ditën e tokës. Kjo është pjesa që tregon se si të kujdesesh për bijuterinë që ke marrë, për gurin, për ato që janë gold, ose në përgjithësi tips, do me thënë se si të kujdesesh. Best wishes to you, love lasts forever when she said yes. Shumë e bukur. Kjo është një kartë që nëse doni të bëni dhuratë. Kjo është një kupon me ulje për mua. E adhuroj këtë pjesën saten që kam këtu brenda, sepse është nëse do ta bësh dhuratë, ka çantën. Nëse shikoni videot e mia të vjetra, do gjeni prapë si kjo. Kështu. Mund ta lidhni. Edhe mund ta fusni tek çanta. Tara! Shikoni sa e bukur që është. Është kaq cute. Shikojeni, është ndërthurje gold me silver. Oh my goodness, shumë e bukur. Është kaq fine. Edhe doja një kështu se kam shumë unaza të rënduara. Shikojeni pak sa cute në gjanë në dorë. Të pëlqen Roel? You like it? I like the diamond. Kaq fine duket në dorë. Fantastike. Kjo mund të jetë edhe një unaz fejese, shumë bukur. I love it. Shumë faleminderit She Said Yes. Linkun për unazën do ta gjeni poshtë në description, edhe për website-in, edhe ja, super vlen. I'm in love. Keni parë videon me unboxing. She Said Yes Jewelry po bashkëpunon me Global Green që të promovojnë Love Earth Collection në kuadër të ditës së tokës. Të gjithë diamantët, gurët që ata I bëjnë në laborator janë të prodhuara me zero karbon, edhe të gjitha nivelet më të ulta të gjithë elementeve që ndikojnë në ndotjen e mjedisit.
Edhe kjo është një gjë fantastike. Edhe ata e kanë quajtur Green Love Pure Shine, që edhe duke mbështetur globin, mundet që t'i bëjnë diamantët edhe gurët që të shkëlqejnë. Jemi gati që t'ikim, sot veshi Royal atletet. Kështu që tani ku mi mam? Do t'ju tregoj këtë jokerin që e mori nga letrat e Bigjozit. E kuele atë që e bëre, atë copën e lapsit? Se ajo është më e vështirë, ajo copa e vockël apo humbi? Ishte thyrë maja e lapsit dhe kishte kapur majën e vockël fare dhe e ka bërë vizatimin. Ja ku është jokeri. She tried. Më duket se ka ngel koka pa bërë. Because it would ruin the whole thing. Shumë e bukur. Je një artist i vogël. Kalimera. Po ju them subscribersave. Kalimera. Shiko sa e bukur është ajo piktura Alina atje. Shumë e bukur. Edhe kjo. Oh. Very beautiful. Po ti, je shumë e bukur dhe ti, Alina? Qa? A je dhe ti shumë e bukur? Tek ambasada greke, sepse kishim takimin sot për pasaportën e Alinës, që e kam mbyllur takimin këtu e shumë muaj. Dhe kishte shumë njerëz, takimi joni ishte në orën 10, shkojmë ne për para orës 10, në 10 pa qerek, më duket. Nejse i mera i pasaportat pavarësisht se s'ne kishte futur emrin në sistem, se nuk dilte aty tek ai ekrani që nxjerrin emrat që kanë takimet. Presim nga ora 10:30 vjen një grua që mblidhte pasaportat, fotot, kështu që i çonte brenda tek zyra. Edhe tha, kaluat te recepcioni se nuk më del emri në sistem, i tham po. Okej, tha s'ka gjë se do i thrasim. Edhe jemi futur në 12 pa 10. Nuk e di, domethënë ishte pastaj një burr tjetër nga Theksi, duke që ishte nga Theksi greqishtës, duke që ishte shqiptar. Ai kishte në 11 takimin, ishte ora 12:25, dhe duhet bërtiste, zdorim deri në 5 kështu, siç qëndrova para 2 javësh. What is it, a rocket spaceship? No, it's a house. And then a castle at the top, and then there's stairs here to lead to the castle, because you can't jump that high distance. Më duket si ato shtëpiat që pash sot tek atje të vizatuara ato greket, kështu, shumë bukur. Bravo. Do i bësh detyrat tani mamosh? Bravo si mama. Edhe, yeah, I know. Edhe ato ishte për me nerva, pastaj ajo gruaja brenda po thoshte s'ka faj ai që vërtet kemi faj ne që vendosim kaq shumë slote për takime, ta shikoni ju, po të mos vendosim ne kaq shumë, a gjeni ju takim edhe pas 6 muajve. Nuk i vej faj se dhe ato punojnë gjithë ditën, po tani ai s'kishte faj i shkreti. Edhe nejse, ne po prisnim që në 10, kishim që në 10 takimin. Edhe mbaruam vonë, se unë kisha marrë leje nga mëngjesi deri në orën 1:30 të puna. Kështu që thash do mbarojmë pak si herët atje, se është goxha larg për të ardhur. Edhe thash do shkoj të ulem diku me Alinën, që edhe kjo të hante drekën edhe unë pija një kafe, s'kisha pirë kafe që në mëngjes. Dhe nuk e di, domethënë nga ora 11 pastaj filloi realisht koka. Kur mbaruam, erdhëm në orën 1. Edhe shkova shpejt e Starbucks që kemi aty afër me Alinën, mora një kafe se Alina mori sanduiç, pije, çokoladë. Kështu që qëndruam aty një 10 minuta edhe ikëm pastaj Alina te shkolla unë të puna. Po që shumë orë, Royal ajo gjë që po bën mami bën zhurmë. Edhe unë jam duke folur këtu. Edhe nuk është se po bën diçka shpirt, është thjesht një kuti që po e hap edhe po e mbyll. I'm trying to put it properly. Please leave it. Thank you. Edhe kështu, po prap të premten, do shkojmë me Royalin, më quan mesazh të premten që kaloi, sot është mërkur. Nesër kemi not, premten takimi prap, çfarë jave. Ka takim
me pediatrin, që nuk e di për çfarë është, por nga vendi ku është, besoj që është follow-up për testin alergjisë që I kishin bërë përpara një viti. Nuk e di nëse do ja bëjnë prapë, apo do na pyesi dhe në varësi të gjendjes si ka qenë që atëherë mbase nuk ja bëjnë më, nuk e di fare. Por kam marrë prapë leje nga ora 10 e mëngjesit deri në 1:30. Takimi është në 11 atje. Kështu që besoj që do marr Uber, të shkoj dhe të kthej, sepse nuk e kap dot. Se tani edhe nuk kërkoj do të leje gjithë ditën, se është brenda një jave. Hana ishte pushim, leje sot, leje të premten, të paktën disa orë. Por që nuk më kanë thënë gjë, normalisht më aprovuan direkt. Sepse janë 2 takime që nuk kisha çfarë të bëja, edhe pasaporta, edhe shëndeti, doktorët. Kështu që kaq, tani është ora 5, ndolem të pushoj pak. Këtu edhe të çohem pastaj të gatuaj, se kisha gatuar për dietën sot. Kështu që kam nxjerr pulën që të shkrihet edhe do gatuaj për nesër dhe pas nesër. Ta shikoj pulën me çfarë do e bëj. Me perime e bëra herën e fundit. Njëta gjëra janë pak a shumë, perime, pilaf, makarona, gjell me pulë. Ta shikoj mbase bëj pilaf që të hajnë edhe çapaqullat sonte. Ora 7:01 çerek. Askush nuk është zgjuar akoma. Të bëj një kafe një herë për vete. Kam treguar finxhanin e ri që mora. Cute është. Të zemrën. Ja, çfarë kohe. Nuk besoj që do jetë shumë ftohtë, po ora 7:20 iku ecja në kam për sot. Po janë ullur në orën 9 premte. Alina! Roel! Des televizorin edhe qëhet të të. Hi! Hi! I'll try it. Like a tree. Mbaruam edhe notin për sot. Pa! Edhe po shkojmë në... Se unë do bëj stërvitje. Can I see you do it? Nëse e bëj kur jeti zgjuar, po nëse jeti në gjumë, Yeah. më shikoj njërë tjetër. E kam bërë këtë kafe në shkret që ndrek dhe ka zgjatur. Kam dhe pak akoma. Sa po mbarova stërvitjen. Seancën e dytë. Bëra të parën të martën, dje ishte e mërkur pushim, sot është e njëjtë, nesër kam tjetrën. Tani nuk kam djersi shumë se bëm dhe stretching në fund, por po më dhëm gjithë trupi dhe ta mendosh që është low intensity. Low dhe ta mendosh që jam 5 kg më pak se, jo 5 kg, jam kam qenë 86 kur e kam bërë herë tjetër, kështu që jam 8 kg më pak se kur e kam nisur herë të tjera, por si po mbaj telefonin tani po më dridhet krahu. Por është gjë e mirë. Po, nuk doja t'ju tregoja këtë, se do t'ju tregoj edhe më vonë stërvitjen. Doja t'ju tregoja se si është shtëpia ime tani. Do thoni ju, a nuk I sistemonin do të rejli me Alinën, I sistemonin, po doja t'i vija në gjumë që t'kisha dhe kohë për të bërë stërvitjen, se ora 9:20 tani, sa të bëj dhe dushe dhe... Shikojeni. Kjo është dritarja, është okej, është normale.
Shikoni tani këtu. S'kam ndezur as dritën. Shikoni. Ato sticks që morën atje që mblodhen kur ishim të ardhur nga pishina. Oh my god, dhe unë e bëra stërvitje ndiku aty. Batanijet që i kanë sjellë në divan, peshqiri im që të bëj dush tani. Edhe nuk e di, ja çfarë bëri me atë sticks Roeli. Kanë një projekt të shkolla që po bëjnë Worries Doll, kukulla që gjas me merr shqetësimet, që mi tha mua kur ishte te gjumi, po thjesht donte ta bënte për qef se po e bëjnë te shkolla. Oh my goodness, aty janë rrobat që nxorëm nga tharsja për t'i palosur. Oh my god, prisni të ndes dritën se... O, zot i madh, tani e kam përshtitur krahun të gjuri se... Wow, nuk e di. Shumë. Kam ngrënë pak si shumë këto ditë, por shpresoj ta rregulloj. Problemi që do kem unë, përveç do ta gjej kohën, do t'i lej gjërat kështu, një ditë po, një ditë jo, por janë edhe flokët që duhen larë. Do mundohem t'i mësoj të mos i laj për ditë, sepse nuk i bën mirë. Kështu që nuk do t'i laj sonte, do ta shikoj domethënë. Nuk do t'i laj sonte, do t'i laj nesër, se pastaj të shtunën, çfarë kam të shtunën? Kam lazer dhe kemi Mayfair në Richmond. Do jenë datot shkollës aty. Edhe mbase e kalojmë edhe andej. Edhe nuk e di çfarë tjetër, por që nuk kemi futboll. Anyway, po pres që të mbaroj tu Sherioni edhe të futem edhe unë. Nuk kam ndërmend ti mbledh këto gjërat këtu. I can see your feet. Okay. Waiting away. Dubai, Serena, Dubai, Serena, edhe allergy test. Për gafore edhe Tang, pluhur, blu, qen, qen. të shqip. Have you got pets at home? Or? No. No. Do you like pets at home? You would love to have a dog. I've got a dog at home. I'm just worried that will pop my hole now. Ah, well, so I think that's the thing, isn't it? When you have a puppy, it's a lot of work, right? Yeah. But then you just teach them, you train them, don't you? Yeah. Right? You don't have to. Hungry sandwich? Po kafja ime me çoka këtu. Shiko si ke bë tutat. Shifi tutat një herë, shifi trikon, edhe stikeri, mangi këtu. Kafe Kujdes. Kemi ardhur në shtëpi ne, mbaruam me testin e alergjisë dhe vizitën me doktoreshën, edhe u kthyem prapë në shkollë, normalisht edhe në punë, fiks në orën 1:30, siç më kishin dhënë leje domethënë. Me taksi normalisht, se flokët e mi. Nuk e dija që do e bënte prap testin e alergjisë sot Roeli, por e bëri prap. Në fillim takuam pediatren, që po pyeste si ka shkuar e njëra tjetra dhe i thash që është shumë më mirë. Pastaj e bëm prap testin e alergjisë. Normalisht pluhuri edhe këto nuk është se largohen, sepse janë dhe për njerëz që s'kan alergji. Por provuam gaforen, sepse nuk kishin karkaleca. Doja të provoja karkalecat e detit, sepse ato i bënin alergji dhe Roeli ka shumë qef. Edhe ja kam provuar vetëm një herë. Edhe më tha, do që të shkosh t'i blesh te Sainsbury edhe t'ja bëjmë, po që nuk e kisha atë kohë, sepse do të shkoja te puna prapë, se nuk e kishin atë solucionin lëngun, çdo që është për t'ja vendosur te krahu, kështu që i bën vetëm për gaforen, qen, mace, dhe nuk ishte më alergji.
Përveç se gafores, që nuk e ka provuar, po sa herë mund të haj gafore. Kështu që shumë e lumtur që nuk kemi më kaq probleme sa kishim. Edhe gaforia ka qenë 8, nuk e di çfarë njësi e mace është kjo për alergjin, por tani e kishte 3-4, më pak, shumë më pak, që është gjë shumë e mirë. Dhe pastaj ajo më tha që mundesh t'ja provosh edhe karkalecat, për shembull fundjavave që nuk është në shkollë dhe në drekë, jo në darkë, sepse karkalecat kur bëjnë alergji janë shumë keq, po kjo nuk ka këtë lloj alergjie që të frynë dhe mund të bllokoj frymarrjen, thjesht nëse i ha në mënyrë konstante, pastaj mundet që ti ndikojnë tek azma. Që shqyqyr Zotit ka qenë shumë mirë këtë vit, kështu që nuk ja bëm atë të karkalecave. Edhe erdhëm në shtëpi, edhe ishte shumë i lumtur edhe vetë, erdhëm në shtëpi, shkuam në shkollë, se në shtëpi jemi tani. Futëm pak te Starbucks, patjetër, hëngrëm really hungry, gjysmën e sandoiçit, gjysmën e hëngra unë, edhe një pije, edhe unë kafen time, edhe morëm Uber dhe erdhëm. Daluam pak te Sainsbury, mori një çokoladë, si kisha marrë Alinës kur kisha dalë herën tjetër, për të cilën Alina sot u mërzit dhe filloi të qante sa hyri aty te puna. Që pse si kisha bler çokoladë, se harroj që kur isha atë ditë me Alinën për pasaportën, i mora çokoladë Alinës edhe jo Roelit, dhe Roeli u tregua shumë zemërmirë që i tha do çokoladë, por nuk e di, a keni njerëz kështu dy luftime mes kalamajsh dhe xhelozira dhe ky ka më shumë, unë ka më pak, nuk e di. Anyway, unë po mendoj ta bëj stërvitjen tani apo më vonë, do e bëj më vonë, do pushoj, sepse nuk ka shumë që hangra dhe për 20 minuta ta e bëjnë online. Kështu që do ta bëj pas 1 ore, kur të mbaroj ose në pase kur të ve fëmijët në gjumë, po që të ulem pak të pushoj në divan, se ditë e gjatë. Kam bërë një kafe turke, që e kam këtu, edhe kam ardhur që të merrem pak me një makinë qepse, që e kam marrë në Charity Shop, sepse ajo që unë kam patur nga Shqipëria, nuk e di për çfarë arsye nuk punonte, mbase kishte nevojë për vajisja, nuk e di, por që kur kemi ndruar shtëpinë, pastaj mbaj mend që e kam hedhur, sepse nuk ja vlente ta merrnim me vete dhe ishte goxha e rëndë. Kështu që do provoj një tjetër, sepse kam një fund, ca xhinse që duhet i vendos lastik, sepse vërtet s'kam humbur shumë peshë, po është një çikës diferencë. Kështu që me atë doja të merresha tani. Kam dhe shumë punë për të bërë, por jam e lodhur. Our school. You can get a map. Can you find your school here? Come on. So busy. Okay, yeah, that's... Yeah. There are around as well. I was going straight on the Look at him. I know it's the sunset. That's someone there. Yeah. I didn't know it's gonna be this busy. It's so busy here. Marinela nuk do na gjeje dot këtu. Nuk... What? There's an ambulance. Yes, just in case. Where are you going, Alina? I saw it. I wish I could go in there. Oh, I remember that. I used to love going there. Yeah. Waiting, Alina. Let's... Oh, my Beautiful. Oh, my eyebrow. I thought I was. I think I'm gonna go get. We need to get this out.
E harrova si quhet kjo loja. Do që të mbaj dorën tënde. Më në fund, Alina. Alina, kujdes. Sa bukur është tani. Marrësh një vark. These are so cute. Pikniki pa planifikuar. Erdhëm në shtëpi. Është ora tani 5:20. Kisha harruar të merja dhe mbeturin atja shkurtola në mëngjes, por anyway, ka pa flokët lartë sepse janë për të larë. Kam bërë një kafe turke edhe do ulem të editoj videon, po të më qëtësojnë pak sytë se nuk e di kishte kaq shumë pluhur dhe polen purpurini nga lumi, këtë disa kam filmuar, pastaj shumë njerëz atje o zoti i madh. Jesh kaluam pak nga ato të shkollës dhe mora edhe këtë scrunchie që kam këtu. Mora nga tenda e shkollës tonë, edhe Alina Roeli, edhe Kullore, edhe Lek, me thokë fjalë. Nxora kafen këtej unë, edhe që nga bërë gjithë pluhur se ka fryrë erë, por po mbledh rrobat. Nuk e di se qa pluhur është kanë qenë, po më ngacmojnë shumë. Edhe ma caron fakti se jo përtoj, po kam besti tani ta laj fytyrën e të pastroj të hiq make-upin, sepse do bëj dush pastaj edhe kot sa e bëj. Anyway, që nga një fresk kaq i lezetshëm me pak erë që po fryj. Të pi kafen edhe të editoj. Oh my god, flokët e mia janë shumë lëndshëm për t'u larë. Edhe me janë rritur, edhe mbase duhet t'i pres një qik.